A e dini pse shumica e bizneseve reklamojnë vazhdimisht, por prap se prap nuk shohin fluks të vazhdueshëm klientësh? Kjo ndodh sepse edhe pse reklamat mund të sillin lëvizje her pas here, ato nuk mund të krijojnë një sistem të qëndrueshëm. Dhe konkretisht, një biznes mund të investojë shumë në fushata sponsorizimi në rrjetet sociale, duke patur postime, oferta dhe reklama të reja. Dhe vërtet, për disa ditët e para këto mund të funksionojnë, duke sjellë lëvizje të vazhdueshme si dhe telefonata dhe interes. Por sa po ndalon reklama, edhe gjithçka tjetër mbaron bashkë me të. Kjo ndodh pasi kjo reklam nuk është e ndërtuar për të krijuar një bazë, por vetëm sa për të kapur momentin. Një reklam është thjesht një shtys, ndërsa sistemi është një strukturë konkrete. Dhe pa këtë strukturë, reklamat funksionojnë vetëm për aq kohë sa paguhen. Në momentin që ndalet buxheti, edhe biznesi kthehet në pikën zero. Edhe klienti sot nuk bindet vetëm nga që ka parë një reklam të vetme. Ai kërkon për lloje të ndryshme reklamash për produktin që o kërkon, duke krahasuar dhe duke bërë pastaj verifikimin dhe vendosjen e produktit që ai do të blej konkretisht. Nëse pas reklamës klienti nuk gjen një prezencë të qartë, informacione të organizuara dhe të strukturuara mirë, si dhe besueshmëri dhe vazhdimësi konkrete, domosdoshmërisht që ai do largohet, dhe shpesh herë do të shkojë tek biznesi që është i strukturuar dhe i organizuar më mirë. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse reklamat nuk konvertohen në klientë afatgjatë, sepse ato nuk janë të mbështetura nga një sistem. Sistemi është pikërisht ai që e mban biznesin tënd aktiv edhe pa reklama, duke e bërë atë të gjetshëm në Google dhe në Google Maps, si dhe duke e bërë atë të kuptueshëm dhe të besueshëm për klientin tënd në çdo kohë. Pa këtë sistem, reklamat mund ta çojnë klientin diku, por jo domosdoshmërisht tek ti. Në 2026-ën, bizneset nuk do të mbijetojnë më nëpërmjet reklamave të vazhdueshme, por nëpërmjet sistemeve që punojnë çdo ditë, edhe kur këto reklama nuk janë më aktive. Pasi marketingu nuk meriton që të jetë thjesht një shpenzim që përsëritet vazhdimisht, por një investim që ndërton bazë dhe stabilitet. Kjo është dhe arsyeja pse sot nuk flasim për më shumë reklama, por për një sistem marketingu të plot që gjeneron klient në mënyrë të vazhdueshme. Nëse do që reklamat e tua të mos humbasin më kot në ajër, por të mbështeten nga një sistem real, atëherë hidh hapin e parë. Regjistro tani biznesin tënd tek platforma Panairi Online. Sapo janë hapur regjistrimet për 900 bizneset e para që do t'i bashkohen platformës për gjatë vitit 2026. Dhe nga gjithë këto, për 300 të para që bëjnë rezervimin, do t'u ofrohet paketa promo, si dhe regjistrimi i një profili në platformë 100% falas. Pra nësi e gati për këtë ndryshim kaq të madh, komento dua sistemi Panairi Online. Dhe në komentin e parë do të gjeni linkun e regjistrimit.